pëlqeu shëtitja në kampus, pavarësisht se ju nuk pat shumë gjëra. Dhe sot çuditërisht ne bëm një ecje shumë të shpejtë, një vizitë shumë të shkurtër, mundit mua. Gjithsesi, pas takimit, ndoshta do keni mundësi më shumë për ta parë më nga afër. Dhe një herë faleminderit. Ne kemi menduar që këtë takim ta zhvillojmë në tavolinë në formë të rumbullakët, dhe secili nga ju është i mirë pritur dhe i ftuar të ndajë mendime, opinione rreth turizmit. Tema tavolina e rumbullakët ka në fokus bëj nder vendit tënd, fton në Shqipëri sa më shumë vizitor. Vlora është qyteti i turizmit. Kështu që besoj se dhe ju keni për të ndarë shumë gjëra sot me ne. Do të shëroja që fjalën e parë të hapjes ta bënte profesoresha e Fakultetit Ekonomi Turizëm, e cila ka përgatitur një material rreth turit Welcome to Albania. Profesoresh, fjala është për ju. Faleminderit në radhë të parë që jeni pjesëmarrës sot në këtë aktivitet të organizuar nga Universiteti Vitrina dhe Fondacioni Vitrina, me themelues drejtorin e përgjithshëm zotin Edmond Blasha. Gjithashtu, ky aktivitet organizohet në bashkëpunim me Fakultetin Ekonomi Turizëm dhe dëshiroj të falenderoj dhe drejtorin e shkollës së mesme Gjimnazi i Ri, zotin Arben Sadikaj, i cili nuk ndodhet sot për shkak të imponimeve të gatshëm për realizimin e këtij aktiviteti të këtij bashkëpunimi. Në qendër të këtij aktiviteti qëndron nisma Welcome to Albania, e cila është ndërmarrë në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë. Kjo nismë, e ndërmarrë nga Universiteti Vitrina, ka në fokus të saj promovimin e vlerave turistike të trojeve shqiptare. Në qendër të këtij aktiviteti qëndron motoja bëj nder vendit tënd, fto sa më shumë vizitorë në Shqipëri. Kjo nisëm ka bërë një sër vizitash në disa prej qyteteve më kryesore të Shqipërisë, më turistike si mund të themi, dhe konkretisht ka filluar me qytetin e Pogradecit. Këtu kemi një ndërthurje të aktiviteteve që janë zhvilluar aty. Më pas është vazhduar me qytetin e Vlorës, pra kanë qenë pjesëmarrës edhe në qytetin tonë. Me qytetin e Gjilanit, pra vetë fjalë edhe për qytete që ndodhen jashtë trojeve shqiptare, pra edhe në Kosovë. Gjithashtu me qytetin e Shkodrës, të Fushkrujës dhe për momentin i fundit ka qenë qyteti i Beratit. Në qendër të kësaj nisme qëndron ideja që çfarë duhet të bëjë rinia shqiptare për të kontribuar sadopak në promovimin e vlerave turistike të turizmit shqiptar. Pra kontributin e secilit prej nesh për të ndihmuar sadopak në këtë nismë. Si përfundim, doja ta mbyllja me një shprehje, mos pyet se çdo të bëja deu për ty, pyet ç'mund të bësh ti për të. Dhe këtu kemi një ndërthurje të disa prej qyteteve kryesore turistike që në të vërtetë janë shumë pak duke u krahasuar me numrin shumë të madh të qyteteve turistike të vendit tonë, sepse çdo qytet mbart një vlerë turistike. Faleminderit. Po, ç'është më konkretisht, profesoresha prezantoi nismën, po si lindi kjo nismë? Turi Welcome to Albania. Unë do dëshiroja që t'jepja fjalën drejtorit dhe ideatorit e nismës dhe të turit Welcome to Albania, zotit Edmond Blasha. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët. Vlora bëja fora. Tani në këto momente ne kemi një sfidë përpara. Vlora është shuar si një komunitet e cila u bën bazë sfidave dhe u del përpara zhvillimeve me forcën e vet, me guximin e vet dhe me idetë e veta, të cilat i ka jashtëzakonisht shumë avangardë, shumë përparimtare. Cila është sfida sot? Jetojmë këto vitet e fundit në ato tallazet e krizës ekonomike botërore, krizë ekonomike e cila ka përfshirë drejt diku edhe Shqipërinë dhe gjithë territorin shqiptar në rajon, po edhe rajonin e major edhe Evropën ku ne jemi të përfshirë geografikisht, po besoj se edhe kulturalisht, edhe ekonomikisht, edhe në sferat tjera. Si mund t'ja bëjmë? Kemi një sfidë përpara, sfidën e përballimit të kësaj krize nëpërmjet disa iniciativave që përfshin energjitë pozitive të gjithë territorit, energjitë pozitive të qeverisë qendrore, energjitë pozitive
të qeverisë lokale, bashkisë ku jeni ju apo të komunave ku jeni përfshirë ju, energjitë e sektorit privat, të sipërmarrësve, energjitë e sektorit të fitimkurës apo shoqërisë civile, shkollave, pjesë akademike, bosë akademike e tjerë. Ne në këto vite kemi harruar se mund të përfshijmë edhe energjitë tona personale. Energjitë cilat po të jenë bashkuara, po të jenë shumatore gjithë energjive personale, dhe të jenë bashkuara, atëherë do të bëjnë shumë më tepër se sa gjithë ato energji që ju përmenda më përpara. Kemi sfidë punësimi. Kemi shumë të rinj, cilët studiojnë sigur se ju në shkollat mesme, apo të rinj tjerë që janë student edhe studiojnë në shkollat e larta, të cilët kanë nevojë për të mbajtur financiarisht studimet e tyre, edhe për të mos i rënë familjet e tyre në anën financiare, po kanë nevojë për punë, për një punë part-time, apo kemi edhe studentë që janë diplomu, një pjesë e tyre janë të punësuar, por një pjesë e mirë e tyre janë pa punë. Si mund të angazhohemi me punë? Deri tash këto 22 vite, ne kemi menduar se punëdhënësi kryesor ose ai që prodhon punë është vetëm sektori publik apo qeveria, administrata e tij. Është edhe sektori privat, janë edhe sipërmarrësit, sepse quajmë veten ne sipërmarrës, ne jam një sipërmarrës. Edhe një veten sipërmarrës, jam edhe në pozicionin e drejtuesit të Unionit Sipërmarrësve Shqiptar. E quajmë veten sipërmarrës jo biznesmen, se biznesmen është fjalë shumë e madhe dhe ndoshta në perceptimin e të rinjve, gjimnazistëve, po jo vetëm gjimnazistëve, po gjithë popullatës, biznesmeni është ai që jeton në luks, edhe ai që ka shumë foristrada, edhe ai që ka shumë komoditete, shtëpi luksoze apo disa shtëpi etj etj, ai që urdhëron, ai që punon vetëm një orë në ditë dhe 24 orë për 24 punojnë tjerë për të, nuk jemi ne të asaj qasje. Nuk duhet mendojmë ne se biznesmenët janë ato njerëz të këtij lloji kalibri. Ata nuk janë biznesmenë. Nuk i përkasin as fjalës biznesmen, jo ma sipërmarrës. Kush është sipërmarrës? Sipërmarrës është pikë parë ai person që merr përsipër përgjegjësi. Është një njeri i përgjegjshëm, pra, që merr përsipër përgjegjësi. Cilën përgjegjësi? Pikë parë përgjegjësinë e prodhimit të vendeve të punës. Prodhimit një vendi punës për veten e vet, prodhimit të vendeve të punës për familjen e vet,